Mirë se vini miq në Real People. Sot na zuri nata në Prishtinë. Edhe Prishtina ka po gjithashtu shumë gjallëri natën, ndoshta edhe më shumë se sa Tirana, po përtej konkurrencës, se ne nuk jemi dy kryeqytete që do bëjmë konkurrencë me njëra tjetrën, sepse njerëzit i kemi të përbashkët. Po historitë sigurisht që vinë më ndryshe. Diku më ndryshe edhe për shkak të ndikimeve që mund të ketë patur në vitet e mëparshme, megjithatë një komb që dikur ishte një komb i përbashkët, po një shtet i cili dikur ishte e kishte lirinë, por i mungonte ndoshta flamuri dhe identiteti, dhe një kryeqytet i cili i mungonte liria, por e kishin flamurin. Tani ne takohemi me njëri tjetrin si motër edhe si vëllezër, po ndërkohë nga ana tjetër kemi dhe histori për treguar. Dhe me Real People sot kam ardhur që të takoj pionerin e fundit të Jugosllavisë, si do ta nisim historinë bashkë. Po ja, tha do t'jap një mendim sepse ajo është regjizore dhe s'ndahet dot nga profesioni, dhe është Arlinda. Arlinda është njeriu i vërtet që kam ardhur të takoj sot në Prishtinë. E la edhe palton aty. E la është të smita me majtë, e lirshme me folë. Arlinda është shumë cool. Ashtu je mundu me majtë një qëndrim dhe një mësme qenë shumë e njëjtë me kritë. Po pse? Unë fakt jam me inspiru me, realisht e kam në mahallë, se shetuni unë lagje, Violeta Rexhepagiçi. Violeta Rexhepagiçi ka qenë një artiste, ka bo muzik tepër të mirë, edhe ka pas një frizur gati të njëjtë si ta. Ma në dhënë si fëmijë, kur e kam pa, më ka do shumë interesant, sa e ka vesh allstarka në atë kohë. Njërën e ka pas me një ngjyrë të kuqe, njërën me një të kaltër ose të kundër të me ngjyrë. Ka qenë shumë ndryshe. Edhe najnë arrit me një qasi fryme, sa që përdin është motra Armen Rexhepagiçit, mas ne kemi ndogje shumë artista tjerë. Ka patur e një lloj ndikimi të këty, vetëm në stil, apo ka patur ndikim edhe në mënyrën se si t'je pëlqeje arti, ose në kohët e sot? Në gjithë shka. Po ti e gocë Prishtina. Po, unë jem gocë Prishtina. Do me thënë ti ke lindur, je rritur këtu, nuk u largove në asnjë moment. Pa çka se si ishin situatat, ha? Askur ka qenë luftë, mas jam prezentove si pionirja. E pra, tani si pionere do vish dhe do më tregosh historitë të qenurit pionere. Si pionere e Jugosllavisë e ka qenë, e mërshim një librez të kuqe. Po për çfarë shkoje atje? Kur shkojshem në shkollë të fillimisht, ata të mërshim edhe ta bëjkin një farë programi për më bëti pionere, dhe me ku është komuniste, tu jap ka libreza vogël e komunizmit. Po në një instrument, se unë mbaj mend për shembull të qenurit pioner, ose ndoshta ajo shtëpia e pionerëve që quhej, vinte më shumë në Shqipëri edhe për të kënduar, për të nxjerrë një talent të fëmijës, një gjë. Ke pasur ndonjë talent? Unë më nisha që kam ditë me kënu, pa tërmon kur të shkollës, po mas ne kuptove që jo. Kam pas me kënu, po puna regjisore. E ke patur ti këtë pikpyetjen e të qenurit vetvetja në atë kohë? Do me thënë sa ndije kjo? Po tash jam të e shkryt një skenar realisht për këto, se une e kam qytë vetën si bia sistemit, se të na ka ndru shumë sisteme, për shkakun mas te ndru Jugoslavia, ma ne ka në ardhë Sërbët, na imi ku nën Sërbin, ma ne ka pas tjera sisteme, ne imi të kanë të shtypë, ne imi hek për televizione, për shkollave, për gjithë shkafit, edhe për të naveta, u prit ke luftë çdo ditë, edhe mas ne unë jam aja që e kom përjetu luftën, mas që u kry lufta, filloj një tranzicion i rrezikshëm, se dishit që apo do me boj, që moshën ma të mira për me kriju diçka, po të s'kisho kur gjo që ka me kriju, vitë sa fillov me marrë me marru një shkollë, me bo një artë të vogël, edhe mas ne realisht shkon jeta dhe të shkon sistemi, e në fakt tash është pak ma ndryshe, tash po du me bo krejt që ato film. Më mirë kur ke më shumë para, apo kur ke më pak para? Po kur s'ki shumë kusht e ki ide për me dalë prej ngushticës. Kështu që duhet me të lonë pa lekë. Se ti menon që shme dalë ti territ kur jenë terë dhe shani dritë largë dhe fillan me ngajt me shku drejt saj. Lidhjen me artin e ke patur totalisht individuale, apo ke patur ndonjë në shtëpi që ka patur pak lidhje me artin? Faktikisht kërkush s'ka qenë. Kanë qenë inxhiniera të elektrës, ose kanë qenë inxhiniera faktikisht biznesmena, nuk kanë pas asnjë që kanë. Fare lidhje? Ti sa të fini ligjën? I fundit. I fundit, fare.
Okej, sa fëmijë jeni? 5 jemi, 5 Pesë fëmijë jeni, jemi. okay. Po, i kam një motrë kam në Amerikë, një vëlla e kam në Finland. Edhe ajo është interesant, për shembull në vitet 87 aty ka qenë një krizë se i merrshin burrat të djemtë që i shkojshin në ushtar, edhe i vritshin në atë kohë. Edhe mas një motra jam është detyru me ikë se i dashuri i saj i ka ardhur letra për me shku ushtar. Edhe nuk e di kja po pushton as po pushton dhe ka shku në Amerikë diku në 87-ën. Të dy bashk? Kanë kalu në për Meksike, ajo jeta e ferrit, edhe tash janë faktikisht që 30 e sa vjetë për bjen. E unë i kom pas 3 vjetë e gjysë kërë e ka shku. Dhe nuk janë ndarë? Jo, se në dalë bashkë. Të pyes se sot është bërë shumë e lehtë kjo. Prap, që edhe kjo... Lidhja dhe ndarja... Prap, po që ajo që... Na kërki ma shumë, se për para e ke pas një... E kam tek kulmi. Cili do t'ishte kulmi, të sakrifikosh kaq shumë, të kalosh një oqean të tërt, për dashuri dhe të vi një moment dhe të ndahesh. Po, dhe ajo ishte një interesant për story, po motra jamës ma ka plotësu dëshirën me bëni skenar. Me tregu? Ama në fakt, dhe ajo është një farë historie, se në fakt unë motrën taj mas se kam pa 10 vjetë hiq. 10 vite që se këta kam pa, 97-ën tani pas të ardhë. Po. Unë pramnat ashtë i 30 e gjysë, ma ne i fillan mi pas 15-16 vjetë. Po. Edhe ki një shok emocional. Ke një motër, ke një vlla në Finland, ke... Edhe kam një vlla tjetër në Chicago, një vlla e kam këtu. Realisht jetoj veç me prind këtu. Po. Edhe tash ata janë pak ma të vjetër, ka nevojë për kujdesin tam, ose një buzhurm që thojmë na. E keni patur ju në familje i vogli është një fëmija që qëndron me prindrit? Ose më i lastuari? Kam mujtë me smeqin, se më kanë detyrume, po veç kam pas dëshirën. Po më e lastuar a kishe? Jam. A, je më e lastuar. Edhe jam halo. Edhe je? Ku e ke ndjerë ti? Këto e kom dje se i kom pas këtë dëshirat e plotësume realisht se babi jam ka punu ti për shumë për më kono me lumtur. Sot je në kohë tjetër, jeton kohë tjetër dhe në këtë kohën tonë të jetuarit me prindrit, pse ke pranuar ti si artista? Pse nuk e zgjedh dalësh vetëm? Po tash me thonë, na kemi qatë shumë dhoma, edhe njëna për ty nga 2-3 maj unë, plesë tjenë kejtë poshtë, po në shkoj vëq mi u bo mua betë pak të nga. Se dikur, po i flasë dhe skenuarët me ta, beson. Shabonë me nuanën ta më flasë gjithë shka i të regoj. Edhe pse në shtërën na i herë s'kupton, po me rëndësi unë e shprejna. Qarë për shumë mendojnë ata për skenaret e tua? Prend. Po ka i herë, thot pse pe bëhen bashkë që ta, vedin që po të bëhen ty më konë mirë që kjo. Unë e faktikisht është një farë psikologjie që e bëj kur shkryj skenara. Gjithë traumë tanën që najherë më ka duke si traumë me këthejnë skenara. Ja shtoj edhe do dramat vogla dhe del interesantë. Dhe është gjithë shka është prej meje. Nuk marrë story të kërkujt, se më duket që nuk muj me jetu. Jo marrë dhe me karate. Edhe me karate? Po. Kam qenë kampionës disa herë Kosovës. Shika. Po me karate pse? Prej fmi që ashtu nuk e di, as vetë, po më duket që më ka pëlqyja ajo fuqia me pas mrena vetës për... Se na e dim në qëfar mentaliteti jetojmë dhe që shtypën gratë dhe që ka ndodhë me gratë dhe une i takoj pak komunitetit LGBT, shqyqër që kom ushtru karate, se i kisha pas shumë ma të fështirë, me u përbal, me shumë shamje rrugës e shumë gjona që ndodhin, tash se për para s'ka ndodhë, dhe tash kam fillu me ndodhë, nuk e di pse, sa po menaj që emancipimi është të shku, është veç tu buzi. Ka një lloj kontrasti. Sa më shumë kërcohet liria, aq më shumë kërkohet edhe të qenurit konservator nga ana tjetër, dy botë paralele. Megjithatë ti e identifikon veten queer? Unë jam lesbike. Lesbike? Këto e kom një prej fëmijë që kom diçka ndryshe prej shijeve të shoqeve të mia. Sa vjeç? Paj 4-5 vjet, 5 vjet. Më thuaj pak një 5 vjeçare. Çfarë fillon ajo të pyesi veten e vet në lidhje me seksualitetin? Nuk ki seksualitet ose nuk tërheqesh, ti tërheqesh prej anës, për shembull e shani djalin ose një çik të vogël, të pëlqen çush po këshyr ose çush po lun ose afrohesh, e keni ndjen më ndryshe, është e mbrëmshmja që
takon me qatë njerës, pse si fëmijë ti nuk e din as çfarë po ndodh. Po ma nejt njerëz të mëdhej, ta bojna e ki bo simpati, edhe tani mas ne fillon Pra janë të mëdhenjt ata që krijojnë. Janë të mëdhenjt ata që të kallëzojnë çka ka ndodhur me ty. Edhe unë që ata se kom pas, për shembull shoqet vishin, sa i mirë që ky djalë, unë nuk e kom pas çat ndjen, për shembull mas ne e kuptova që ma vonin të më pëlqy gratë edhe dikur dola edhe hapun edhe... Pra ti 5 vjeç, ose 5-6 vjeç ke kuptuar që ke patur ca pikpyetje. Po. Dhe në moshën 10 vjeçare ndoshta, 12 vjeçare kuptove që të pëlqenin vajza? Atëherë në 12 vjeçare ato fustana që mi ka vesh nona. Po. Që si kom dasht kur. A vërtet, që atëherë? Kur si kom dasht. Jenë konë do këpuca të lakut, s'dia e keni pasi atje... Si kanë qenë? Jenë konë do këpuca me dzidza është të lakut, lakut i theshin këpuca të lakut. Edhe e kisha tepër problem me dojtë me to se më vike marë, s'po di shme thonë. Shi. Thësha, qa janë këto këpuca dhe i prisha në rrugë që me i thonë që blemi një parë patika se këpucat s'po ju i majtë. Fustane, vishje? Fustanat mi ka vesh nana, edhe ata me ata fustana shumë kom hek. Dërisa dikur... Flokët i ke pas gjata? Gjata, normal, manina i preva në klasë të 7, më dukët. Edhe unë isha tepër rahat, unë isha vetja, gjeta një likim thire, realisht e kam Halina Morina, po likim thire. E gjeta qatë likin që se kisha me fustan. Kam asi fotografia që me fustan. Që i shikon? Me fustana, edhe më do këtë që dhe aty jam kështu të këshyrë. O zëtë kur po ma hekin këtë fustan. U bënte për shtypje të shtëpis këto gjërat? Mendon? Nashta ju ka bu, po na e kemi... S'ta kanë shprehur? Po me da prapë është mentalitet, edhe nëse shojnë diçka të ti thonë, hajtë se ndryshan. Se është e vogël. Se është e vogël, ndryshan, unë i vesha teshat e vllau tem, ato tepër të mëdhaja. Shkisha ashtu shkollë, me teshat tepër të mëdhaja, se u që isha herët më ngjes, ata flajt, shkisha e mersha kriteshat edhe u vesha, shkisha në shkollë, si e vishte me një stilke tjetër, e forma isha vetë. Kush ka qenë personi që ke patë që bëje sikur kishe simpati? Ka qenë në ideal? Në ideal i klasës aty që ullëshin bankë, që tani ku një kuna na ullëshin me djem një klasë, dhe me u bashklivë se... Ja ke thënë dhe njëherë që ka qenë falso këj pëlqeni? Jo, e ka kuptu, ma në ganja që e ka kuptu, se me kohën e kom fillu më kohën ma... Tani kur më shtrojsha karate, njerëz të dhe shumë që edhe kjo ka qenë e çuditshme. Unë kom ushtru karate, po s'kom qenë e dhunshme në atë kohë se fëmijë. Edhe këtu tutëshin prej meje, që shtoni u frikojshin. Edhe unë se disha pse, para mena qa shukon, kjo ushtru karate, edhe ishisha një farë friket njerëz rreth meje, marina dhe të filloj me më pëlqysh ajo, dhe në që më dukun e ma e furta, e tani edhe... Më autoritare apo më mashkullore? Pa i s'po di ma shumë energji ma e fuqishme, se realisht edhe mrana vetës ti kur t'u shtrana dhe e kini një diçka ty duket vetja që po mundësh, edhe mas te edhe qato e përçante te ose taj tjetri. Po në klasë ku qëndroje pare, qëndroje në fund, në mes, ku ka qenë? E kom edhe një historie për këto. Vlau jam, ka qenë kësi tipi që i ka gro vetura për shpejt. Po. Edhe e ka pas një jugën atë kohë, kur njën kondo jugët Jugoslavia. Nuk e di po e, besoj që kush e din atë lidhjen me kohën. Edhe aje e merke veturën edhe më theke mu për 1 minutë ka me të shumë në shkollë. Edhe e matë ke kohën, edhe më qeke mu fix për 1 minutë në shkollë, po më vonaj keme hinë në rasht. Adin ato reshtat. Po, reshtat që daeshin, po. Ja kap dorën, dhe kur s'mi sham ja kap dorës në mësusës, gjithë isha e fundit, edhe e qelësha derën ashtu kitu më këshushin u irë, dhe adin që qartë kështë gjithë e fundit janë. Edhe përfundova në bank të fundit, e pedi ma që shqe. A, u vendose gjithë më në bank të fundit dhe që atëherë s'levize më? E që ka me fustan që e veshkinona, rike me do djem që rinë bank të fundit. Adin banka fundit u kona aj sistemi. A peshe sa klasista jemi na, dhe bankat e fundit, i kemi lonë për do njërës... Bankat problematike, ose kanë qenë ata që bojnë zhurmë, ose dhe bank të fundit. Ke qënë tjetja? Po. Ke qënë, ha? Aty pa ta përfundu, se më vënoj ke vlau për shkollë. Jo, po a ke qënë ti e tillë flasë, zërë, jo se vetëm ke përfunduar, po a ishe ti e prapt, ishe... S'kom qenë, po u bona. Se nëse vono është janë 1 muj 2 me përfundu që aty të banka fundit edhe bohash. Vitin e 2 në shkollë të mesme më kam preashtu krejt komplet.
ma kanë hup të drejtën e shkollimit, masti patëm kthyme, do të njofshëm që shtuni ju me mik, edhe u ktheva. U ktheva në shkollë, po prap kur s'kom shku. Unë e kom urrejt shkollën, edhe fakt tash ku shkoj na i sen me xhiru, kena na i sen xhirime ose na i va reklama se diçka. Nëse ka në shkollë, unë e kam një ndjet tepër irrituese. Po të shtëpisë si reagonin nga Arlinda që përjashtohen? Ata që shkanë dosht me pas, nuk e kam pas kur Arlindën. Dhe në ata që kanë ndru një qik me flok gjata, pa qenë protestuse ndaj gjonave cilat po ndodhin, edhe me qenë me u adaptu me sistemin, me qenë që ka ma e mirë mi marrë peshqat, pa i ditë këtë mësimet po të im supermensh, pa logjik, po më ku një farë adin e randit. Një që po flasim për adoleshencën. E ke parë adoleshencën në Netflix. Aty ti shef prindrit atë mërzin e tyre, vuajtjen e tyre, që nuk ta shprehin ndonjëherë. Po, dhe ajo... E mendon që prindrit e tu kanë patur një moment që flisnin me njëri tjetrin, që ballafaqoheshin me njëri tjetrin për Arlindën? Pa i po, normal, shkoj shanë shpe. Jo Arlindën që donin ata. Dikur shkoj shanë edhe në shpe, dikur dalin edhe... Mirë. Ashtu e po. Dalin edhe këto puna e substancave, kanë herë dhe provan, dhe në më konkureshtore. Ke provuar Arlindën? Po. Çfarë? Kam pi marijuan, kokain, nuk është najsen që... Po ju s'kam qenë kurre më varën. Ke qenë kurioze më shumë se sa... Ma shumë kurioze se sa varësi që kom pas najsen. Po e kom t'i kalu krejt ato gjana edhe mas t'i kom përfundu me një gjë ma të rondën që e kom pas kancerin. Realisht e kom pas leukimin, akute. Ka qenë një plazma cell quhet, kur plazma jote shpërthen edhe gjaku rrjedh në kryen trup. Në çfarë viti ndodhi kjo? Kjo ka ndodhur tash 2018 ka ndodhur. 2018, po tani vonë, edhe kom nejt një 3-4 vjet tu marrë me spitale edhe tu jetu në për spitale sa të këtu sa të Turqisë. U ku shumë pak shpresë që shpëtoj, për që unë sot jam gjallë dhe ato është ata jem befasur realisht, edhe spitalet, edhe krejt kur kam qenë edhe në Turqi. Kjo smundje ju bjen faktikisht veç burrav si pas këtë teorive. Si pas statistikave ndoshta. Statistikave, cilat i kanë bo dhe kanë eksperimentu. E unë isha vetëmja në çdo spital që shkoj, isha unë njëftë analiza jam se ish pak ma e veçantë për shkak se unë isha grua dhe kisha qatë smundje. Dhe ty të ra një smundje burra. E burrav. Shisa, edhe smundja e burrave të zjodhi ty. Po që aty është që shkenca nuk është kur e vërtet. E mund edhe burrin brenda teje. Po, i mujmë gjithë. Shkoj çdo gjë mirë? Shkoj mirë, për shkak po tash jam cancer free, po kom bo transplant qelizave komplet. Njëri kom bo me trup, mas s'm ka funksionu. Mani do ishin donar edhe fillova me i lypte të shpis, asnjë s'm ka ra. Asnjëri? Po të kallëzoj që bota është shumë interesant. Asnjë pi familjarëve të mi si ka pas qelizat e njëjta me ty. Edhe ka qëllu dikush pi një turk ka qapo, di 91% i ka pas, vllaja mi ka pas 60, a ka qenë ma shumë me qeliza, se një fat njeri, po në sot jam gjallë në bazë qasaj. E ke takuar turkun? Se kom taku. Do doje ta takoje? Duket që është pak e ndalume, kisha pas shef me po, se adin dyshush kom shef me taku. Bashkëm duket interesant që është ka bo. Po duket që ata e kanë kur gjo, ma shumë veç me falimderu, se s'kam nevoj me ditë kur gjo. Më thuaj pak momentin e parë kur e more vesh që ishe. Momenti parë kur që mu së më tregojnë, se na i kemi një mentalitet prap, po thonë që du të mi tregu pacientit. Pacientit, po. E kemi një frikë në... Unë e kemi një frikë se di pse. Du të mu mësu njerës me të keqen o me të mirë. Adhe në ashtu të ndodhë, të që mu shme hekë të jasaj. Edhe mas një vlau e ardhë, mas 5 ditëve e këmë kuptu, se vlau jam, sa pi të regojmë se kjo ka vedije. Realisht unë jo me vedishme, isha qush po reagojnë, edhe e tisha që diçka madhe është, po do me shku prej këtu. Të tajtosh. Unë e kushtoj sa një shpiq, tash. Pas ki qenë e shtrejt? Unë jam e shtrejt. Të ranë flokët? Po. Të ranë, a? Po. Më ranë flokët mas shumë pak. Ti që si doje flokët? Po, e qaj, a për shef, sa është e bukur kjo. Interesant është. Tash e kom fitu një film që e kom shkrujt jetën tam prej spitalet.
është edhe co-production Shqipëria. Hajde të shkojmë pak këtu. E di, më nxorë mallin e lisharseve. Është edhe Shqipëria është co-production edhe personazhi jam vetja jame në spital, cilat i tregon krejt historitë. Bile më është edhe kjo pjesa kur thom si kom dashur të flokët. Ke patur në dhomë? Në dhomë kam pas një plot njerëz, mu më kanë ndru njerëz aty, se kon tepër e vështirë smundja. Në 5 vite, por jo 5 vite, nuk qëndrove 5 vite në spital, përse edhe ke 7 dalë. muj kam najtë në... Intensivisht aty, 7 muj kam najtë në Prishtinë. Aha. Mas nej jam hek, jam prej aty, tha një ma mirë, mund shme shku në shpe, mas 3 mujve paraqito. Aha. Edhe u paraqita une mas 3 mujve me një... Shtu si jam në zenë. Së në zenë, që qam ka bu kimoterapia më ka trash. Ti nëzirë krejt. Edhe thanë mirë je, po dush me shku mas 3 mujve, dush me shku në Turqi, për me bu një fara autotransplanti. Aha. Edhe mas nej shkova atje në Turqi, në Ankara jëm konë mas pare. Edhe ma bënë në autotransplanti, në më thanë që kime majt për një 6 muja, 9 muja. Mas 9 mujme mu këthy prap. Edhe mu këthy në Covid. Covid, une jam shku çdo javë në Turqi, me këshyr vetën, që jam me ato maska, me vakcinimet, me këto, unë s'ku isha me bazë vakcinën, krena, u dufke me bo testin për çdo javë në ato tonës. Edhe përfundova, ma ne më thanë që du të me bo transplant, se ishte vetëm jam mënyrë me pështu. Mendon njeriu për njerëzit e tjerë, ndërkohë që është në atë fazë? Atje çka s'të vjen men, me të thonë të drejtën. Se jemi një fazë si meditim, edhe është gjithçka bardhë, është një farqetësie. Këtë vonën e përpara gjithë isha pse në spital herën postavat e bardha, se kom ditë kur. Atje kom kuptu, për shkak se kur të bjen tensione dhe kur ti nuk je mirë, ngjyrat ose vijat ose ngjyrat mund me të damtu edhe vjen turbullon. Kështu që e bardha është një farë lloj qetësie, një farë aty s'kish kur zho viçillin e shisha, kur zho tjetër, edhe që ato motrat medicinale. Flirton në spital? Jo, kam kënu shumë në spital. Ke kënu? Po, se edhe turqisht nuk disha, e disha vish një kongu, kone Ibrahim Tatlisit, këtu që e kanë lëshu. Hajde ta provojmë çik. Hajde. E kanë lëshu gylle-gyllaz, diçka shka qenë edhe hajde humor me to. E u bona njofshme atje për shkak se unë e knajsha, bësha humor, s'kisha qka me bo, televizori jo, se s'misha me pa televizorin realisht, ka pas, po s'misha. Mane janë njësa me shkru, s'po tha qa me bo, janë njësa me shkru, tani kom bo qatë skenarin, ka fitu në Macedoni, tani kom shku co-production në Shqipëri, ta shëm të pritë edhe Kosova me na i dhonë një bugjet edhe me fillu me gjiru. Po për qarë, qaje? Qaje? Me qajt? Po. Ma shumë jam mërzit që s'misha me dal jashtë, edhe që s'misha me qenë me njerëzit, e dikur kur dola jashtë është ka politi me këta njerëz, se prima energjit e njerëzve jam të çuditshme. Ma shumë në spitale ka lutje se sa në xhamia, në kisha. Kur e ke ditëlindjen? E kam 27 maj. 27 maj, po të këndet parën? 15 prill. 15 prill? Po, gati afër. Po, afër. Edhe tash i bëj 4 vjet që faktikisht i kam 4 vjet edhe 4 të 2 vjet. vjet. Kë feston? Ma shumë i kisha festu të majit, beso se majnë. është ma e rëndësishme për mu, se jom rilind edhe kam kriju një arlind tjetër, një lik tjetër, e kom kriju një njëri shumë atë ma ndryshe. Gjdo javë të ndram ftyra, njëherë të bim pak flok, tani ma se janë nisin me tra vetullat, ma ne dalim flok në gjyrë tjetër, tani dalim pak ma në gjyrë të barë, maksi. Edhe ti çdo javë e shef vetën si një person ke tjetër, edhe njoftohesh prej fillimit me vetë vetën. Ma ne u qova edhe dyqysh e pash që, wow, dhe në sa e fort isha kohë nëse kom ditë. Për para se do të ndodhte kjo, cila ka qenë gjëja më e vështirë për të? Që ti e mendon si gjën më të vështirë ose përballjen tënde më të vështirë? Seksualiteti? Seksualiteti. Me kë? Me kë e ke Me pasur? vetën e kiti Vetëm me problemin. vetën? Mas pare ki me vetën. Se ti më thej që e kishe kuptuar herët, apo me familjen, apo me do kështë je miqt. absurdi, do kështë je ajo surrealja e jetës, apo dhe njëhesh jashtë trupit, edhe është problema unë jashtë trupit, njëri dhe mësme i taku kur kërkujtë. Ti mendon që ke lindur gay, apo mendon që
me ty është zhvilluar të qenurit gay? Ato halua nuk e di, po me thonë që të dyja të bashkë. Why are you gay? E ke mba mund atë me në marrë. Që e pyet ai në intervistë dhe sot ka dalë mas një 15 viteve e kanë zbuluar se kush është dhe del tashmë në rrugët e Amerikës diku edhe kanë nxjerrë në një meme mas kaq shumë viteve. Ke parë pa Ja, se kam pasë. Është epik. Po ajo pyetje why are you gay? Është një pyetje që e ke menduar ndonjëherë? Përpara e kom mendu, pse ka qysh edhe për ato e ceka Përse që... ti? Pse une, ose çka nëse une nuk isha, dhe çka kisha bo, edhe ku mani për fundim këmë thonë, aha, nëse une nuk isha martu, ti kisha pas një 2 fëmijë, Po. edhe e kisha pas një jetë prap thjesht. Edhe jam prad që jam kështu që jam, edhe kom vendosë me u knaq me ato që më takon. E mban mend, domethënë, dashurinë tënde të parë. E mbaj mend. Sa vjeç ke qenë? I kom pas ja 17 vjet. 17 vjeç, që? Po, 16, menoj kam qenë me karate, na shkojshim, edhe aje ka qenë interesant se na kitë karatistët, kemi najtë krejt bashkë me një klubi, ato gratë karatës, edhe burat jenë konë të ndomë, edhe si sportistët zakonisht i kanë do farë flirte, mrana, edhe mani kemi pas flirte, kanë do najsen, mani ato kanë thonë jone nuk jam qështot, po zdi qa mu hona me ty, vjen kjo që ti në fakt je shame, se dhe mek ti ja u ke ngjall seksualitetin aty në. Edhe dikur fillon me shafet vetën edhe me unë i keq, po tash unë s'nina ma ashtu, as s'nina keq kur t'ju afrona dikujt, as kur bëj flirt, as kur gjo. Unë pëlqen diçka i thom po unë pëlqen, nëse s'pranon, ecim rrugës tonë. Se je drejt për drejt? Jo, më ka gjatë drejt. Domethënë ja thua një vajze nëse... Po, jo, tham, se kam problem. Nuk e kam problem. Edhe nëse është në një lokal... Po, edhe në një lokal, pse s'ka ku gjo. Ta kanë kthyer, ka raste që t'janë kthyer keq? Po, tash po du me ta spjegu, njerëzit margjina zgjedhin të rrugë të bukra, se janë të marginalizume dhe kanë i humor ndryshe. Edhe unë e kom pas gjetë me kohën në fund të humorit, edhe gravi u ka pëlqyer ajo që i kom bo me kesh, edhe mas ne më kanë refuzu të kesh. Je ti një vajzë one night standeve, apo je vajzë romancave të gjata? Unë jam e romancave të gjata. Vërtet, Jo, s'muj kështu të... Duke di pse, më duket se ma... Nashta këtu jam pak tradicional. Ke patur një marrëdhënie me dikë tjetër që ka qenë e martuar? Po. Ose e fejuar? Po. Ke patur? Po. Sa e vështirë ka qenë? Ajo është e vështirë, po... Ty qysh edhe dërnë që sa është pjesë e jutja. E kuptoj. Ti mund është me dashtë dhe dikur, kur ajo fillon me pas, unë jam nda me atë person, ose s'kem taku me to ma kur kam betë shtatzana dhe unë kam menu që s'barë ma më konë në qatë lidhje. Unë kam raste, kur i ka kërku me dalë në kamerë, me ja tregu shpinë, se ka qenë shumë gjelës, edhe unë u pata fut mbrapa derës. Mbas derës, edhe unë su shisha, a i harroj me thonë që ako mbrapa derës, edhe unë jam kunë aty. Kështë që ka shumë raste, kom shumë raste të rrezikshme, kështë që kom rreziku, edhe unë jam himin a i farvani, du të s'menajt, ose mu friksu që përnash e baba i dikujt, ose kështu sa ashtu, kam kësi në gjari që... Po është më e ledhë për ta kamufluar të qenurit dy shoqe bashkë? Unë për mu jo. Për mu jo, se unë jem hap shumë mati, edhe një flam Prishtinë. Po të paturit fmi? Unë deri fmit në distanci du, kështu të po s'muj me pa vetën me fmi, edhe nuk besoj veç që këtë gratë jenë lindë me prodhu. Në qysh e shoh që jeta grave mundet më konë edhe pa bo fmi, edhe mundet më qujtë gru edhe ajo që s'ka fmi. Kam dhe një pyetje tjetër. Se mendon ti që meshkujt e kanë më të lehtë të pranojnë dy vajza që janë partner lesbike, se sa dy meshkuj që janë gay? Se kanë këshirë porno shumë. Vërtet, e mendon? Mashkujt, po, se ashtu ju duket që është ma subtile, ma e but, dhe ata nuk menojnë kur që thojnë, hajtë se mu më thirën tretin. A përdojnë janë njerës që e menojnë, burat e menojnë gjithmonë që nuk kanë hup kur. Në gjithmonë kër kam pas raste, i kom prezentu me dashnën teme, i ka thonë, si ka besu lidhjes, edhe ka thonë, po vini me mu, para mena, ka pas edhe që si raste. Ka patur, I huaj shqiptar? Shqiptar.
Kështu se është problem e I njën Kosovës, si i Shqipërisë? humbje, i Kosovës. E njën si humbje, mashkujt e njën si humbje, ose mbujnë shok, dhe mbujnë kështu taman tipik kështu shok edhe më folin si burat që është flasin me bura, dhe unë i thëmë ka dalë së është qajo, unë s'jam qashto, edhe ajo është edhe një falë luftë e patriarkatit që edhe unë e kom luftu shumë për mësë më konë si burat, se kom pas shumë të letë me kalu edhe me jetu dhe unë një jetë burash, edhe për që ata gjithmonë kom pas diskutime me ta që unë s'ju takë juve. Po me fisin? Me familjar kushire këta. To. Një herë drisa si jam kone hapëm tamam kështë nëse s'kom dalë në televizione, nëse ase u kon kitë okej. Mas ne kur kom fillu me dalë një herë kom pas bo një performancë e kom bo në shpe, edhe kom bo për komunitet edhe kom qitë flamurin në shpitam. Edhe mas ne ata të lagjës kusherit që i kemi afërt kanë regu, se i ka pengu flamuri, jo, unë po flamuri i ka pengu, kështë që tani unë nuk më interesan ma për ata njerëzën dhe. I ke menduar prindrit e tu duke bërë seks? Po, pse jo? Si e shikon ti këtë si? Mu më duket tepër normal. Tepër normal? Dhe më duket shumë normal, bilem shumë mirë që e ceke. Tash e kom gjiru një film edhe i kom prind që bujnë seks. Edhe i kom prind që puthën. Edhe vajza që ikë prej shpis për me dalë me të dashurin kur bujnë prind seks. E mendon për shumë që babai yt se ka kënaqur gjithmonë nënën? Jo, mendoj që e ka kënaqur. Mendoj që e ka se ja u shoh raportin, edhe shoh që janë shumë të lumtur me njëri tjetrin. A mendon që ke patur në familjen tënde ose nëse e ke çuar ndonjëherë në përmend që është dikush tjetër? Që është dikush tjetër? Që është dikush tjetër, po. Po, ka shkomandja. Vërtet? Bile kur je kësi në faza që je tu eksploru me vetë-vetën, i këshyr krejt familjarët, mas kanë... Në këtë këndvështrim, nëse janë straight apo jo? Isha në qëtë këndvështrim. Po, unë e kom problem me thonë, dikush pa më thonë. Po, pa më thonë jam unë nuk më me gjyku. I jep lirinë e vetë, nëse ndjem për ta bërë, nëse ai njep me thonë... Por e ke menduar, pra e ke quar në përmend, shkon me janë non-stop. Do të vinte keq nëse dikush do ishte dhe nuk do ta kishte shprehur? Jo. Jo, se mendoj që është ngushtimi i shpirtit vet, nuk është problemi jam ai. Ti tashmë je e hapur, pra je e hapur në aspektin që njerëzit e dinë për ty. A ka patur njerëz të cilët kanë qenë në moshë, që kanë ardhur dhe t'janë rrëfyer, kanë ndërtuar jetën e tyre, kanë krijuar familjen e tyre, kanë fëmijët e tyre, por që të janë rrëfyer dhe të kanë thënë që Arlinda, unë jam. Pavarësisht se kam ndërtuar një familje. Ka të ri, ka të vjetër. Të vjetër? Ka të ri, ka të vjetër, ka njerës që i dallojnë, edhe nuk i detyroj me më thonë, ja ushe levizjet, ja ushe, jo levizjet na i thanë që... E qartë. Ja ushe ndjenjan, i kuptoj në mes rreshtave. U kënaqja që e bëmi një bisedë bashkë. Shumë rrallë ndodhe edhe që të gjesh një person i cili e ka jetën të ndërtuar të gjithin në qytet edhe të jetë kaq i lirshëm. Se gjithmonë veshin një petk pak falsiteti. Megjithëse ky është një program Real People edhe i nxjerrin njerëzit cullak. E falenderoj shumë Arlindën dhe ju falenderoj shumë edhe ju që keni qëndruar deri në mbyllje të këtij episodi. Shijojeni edhe njerëz pa paragjykuar askënd ju edhe pa e vrarë mendjen për gjykimet e të tjerëve. Ne do takojmë përsëri në episodin e radhës bashkë, ndërkohë mos harroni të më shkruani në rrjetet e mia sociale të më sugjeroni personazhe të vërtet, ashtu siç kisha Arlindën në të radhë. Më sugjeroni edhe ju nga Kosova që të vijë dhe të marrë edhe shqiptarët të Kosovës për të sjellë Real People. Gjithë mirat. Për të mos humbur asnjë prej intervistave në Real People, bëni subscribe në kanalin e Euronews Albania.